Plaku i vetmuar. Para derës së shtëpisë së tij, i ulur mbi një karrige të thjeshtë si hije e vetvetes, ai qëndronte i përvuajtur. Bastuni i tij i vjetër, me ngjyrën e drurit të zhuritur nga koha, shërbente si mbështetës i heshtur i një shpirti të raskapitur. Kokën e mbante të përkulur mbi duart e ashpra, ndërsa shikimi i lodhur zbriste drejt tokës, sikur kërkonte aty një ngushëllim që bota nuk mund t'ia jepte. Ishte sikur kërkonte Zotin në heshtje, një copës toke që ende mund ta mbante kujtimet e lutjeve që kishte bërë dikur. Mes këmbëve të tij, një pelg lotësh po formohej ngadalë, si një pasqyrë që reflektonte vuajtjen e shpirtit të tij, një shpirt që ndonëse i thyer ende lypte mëshirë dhe takim me më të dashurit në botën tjetër. Ju ofrova ngadalë, sikur të mos doja t'ja shqetësoja vetmin, një prekje e lehtë mbi supë dhe ai ngriti kokën me ngathtësi, si një pemë e lodhur që përpiqet të ngrej deg pas një stuhie. Syt i kishte të përflakur nga lotët, dhe fytyra e tij mbante rrudhat si gjurmë të jetës që i kishte rrëshitur ndërduar. Pamja e tij ishte një poem dhimbjeje, një heshtje që fliste më shumë se fjalët, një qenie që i kishte besuar Zotit gjithë jetën, por tani i dukej se çdo dritare ishte mbyllur, përveç asaj që të çonte drejt tij. Pse çani dashur? E pyeta me një zë që dridhej nga dëmshuria, ndërsa dora ime prekte supin e tij të kërrusur. Ai më pa për disa qaste, një shikim që mbante brenda tij rësirën e neteve të pagjumta dhe një histori të pashprehur. Por atë që kam nevojë unë, ti nuk mund të ma ofrosh dot, tha më në fund me një zë të thellë që dukej sikur vinte nga një humner e largët. Zemra mu drodh. Ishte si të dëgjoje një kamban që tingëllonte për një shpirt të humbur. Çfarë është ajo? Mos e mundem. Këmbgula me shpresë. Ai uli kokën përsëri duke shtrënguar fort bastunin, si të mbështetej në të për të mbajtur peshën e një bote që po shembet. Pastaj foli dhe zëri i tij ishte si një fllad i ftohtë që përshkonte shpirtin. Nuk mund të më kthesh djem nga kurbeti. Nuk mund t'i sjellësh nipat e mbesat që nuk i kam parë me vite. Dhe më e rëndësishmja, nuk mund ta ngjallësh gruan time të dashur. Fjalët e tij ranë mbi mua sigur. Çdo fjalë ishte një dëshmi e humbjes, një brit e heshtur që mbushte ajrin me një peshë të rëndë. Plaku i dikurshëm, ai zotria që e therrisnin të gjithë, është zhdukur. Unë tani jam veç një njeri i harruar. Rrobat e palara, flokët e pakrehura dhe thonjët e paprerë janë gjithçka që ka mbetur prej meje. Ai vuri duart mbi fytyrë dhe nisi të dënesë. Lotët e tij ishin si një shi që nuk mund ta ndalte asgjë, një shi që nuk pastronte, por vetëm shtonte trishtimin. E ndjeva që nuk ishte vetëm vetmia që e lëndonte, por ajo ndjesia që po jetonte pa më shumë qëllim, pa atë që i kishte dashur me shpirt. Po vdes nga mungesa zërave të nipave, nga malli për djem dhe për gruan time, po digjem për së gjalli. Dua të shkoj te ajo, te dashuria ime përjetshme. Nuk dua të jetoj më, vetëm për të folur me muret dhe hijet. Por në atë qast, në mes të dhimbjes së tij u ndjeva i shtyr nga një ndjesi e thellë shpirtërore. Ai nuk po kërkonte vdekjen, ai po kërkonte bashkimin me të shtrenjtën e tij më të dashurën, që kishte humbur, me shpirtin e gruas që ndoshta tani qëndronte në një kopsht prej xheneti, duke e pritur. Ai kishte kuptuar në dhimbjen e tij se kjo botë është veç një udhëtim, dhe se ngushëllimi i vërtet nuk gjendet gjithmonë tek njerëzit, por tek Zoti, që i bashkon ata që e duan njëri tjetrin në anshim. Vetmia e tij nuk ishte më thjesht një ndjenjë,
ishte një grop e zezë që e thithte ngadalë gjithë shka që kishte mbetur nga ai. Dhe unë, i pafuqishëm për ta shpëtuar, qëndrova atje, duke ndier peshën në një dhimbje që s'mund të shuhet kur, por veç me lutje, me besim dhe me shpresën e takimit në një botë ku nuk ka mëndarje. Dhe Zoti e ka thënë në librin e tij të zbritur nga qielli: Zoti i tyre do t'i fus në mëshirën e tij. Vërtet, ai është falës dhe mëshirues. Sepse ai që e ka besuar Zotin një, që e ka dashur me zemër, që ka duruar me përulje dhe që ka besuar në ringjalljen, nuk është kurrë i humbur. Ai është vetëm një udhëtar i lodhur që pret të hapet dera mëshirës hyjnore, ku shpirtrat ribashkohen pa trishtim e pa lot. Profeti Muhammed ka thënë: kur besimtari ndahet nga kjo botë, ai takohet me njerëzit e tij të dashur që kanë kaluar para tij, siç takohet dikush me një mik të vjetër pas një kohe të gjatë.